Pas pushimit i dimror dhe periudhës së festave, oborret e shkollave u gjallëruan sërish. Gjysma vjetori i dytë nisi me atmosferë pozitive, nxënësit u rikthyen në banka me forca të reja dhe gati për të vijuar procesin mësimor. Për nxënësit, ky pushim ishte një mundësi e shkëlqyer për të çlodhur, por edhe për të mësuar aftësi të reja. Бев дома и кај баба ми си поминав многу убаво. Прво ја чекав новата година, потоа отидов во Боровец, таму скијав и си поминав многу убаво зашто беше таму и мојот најдобар другар. Отидов на камп со моите другари и другарички и потоа јас на камп научив да скијам и во слободното време секогаш или се дружев или читав лектири. Одев на зимување во Златибор, научив да скијам и за слободното време ја читав книгата, лектирата тоест, Mary Poppins. Kur bëhet fjalë për gripin stinor, situata shëndetësore në shkollën e Lube në Llape në komunën e Aerodromit është e qëndrueshme, pasi sipas të drejtuesve të shkollës, kulmi i viruseve dhe gripit u kalua para pushimeve. Megjithatë, kjo shkollë po përballet me rritje të vazhdueshme të numrit të nxënësve, duke u kthyer në shqetësimin kryesor për drejtorinë. Numri i nxënësve ka arritur 1400, ndërkohë që objekti ka kapacitet për 800 nxënës. Kur kemi valë të këtilla virusesh dhe gripi ndodhë shpesh që edhe stafi të mungoj, të jenë të sëmur. Shpresoj që këtë pjesë e kaluam në dhjetor dhe nuk do të përsëritet. Kjo shkollë në komunën e Aerodromit ka shumë nxënës. Vetë mjedisi po e bën këtë sepse ka shumë ndërtesa të reja të ndërtuara për rreth shkollës. Momentalisht, në shkollë mësojnë 1360 nxënës, që është një numër shumë i lartë. Zakonisht 150 deri në 180 nxënës kemi në gjenerat dhe po aq që regjistrojmë në klasë të parë.